هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahut na njofton me lloj ibadete që të afron tek Allahu subhanahu wa taala. Veçantime ibadete të cilat janë të lehta në veprim, po me shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Tham, një ndër veprat të cilat peshojnë rënd te Allahu subhanahu wa taala është përmendja e Allahut. Pothuajse çdo ibadet i cili ekziston në dinin e Allahut nuk është bën për diçka tjetër vetëm që Allahu të rikujtohet, të përmendet. Dhe treguam se namazi është madhështor tek Allahu, më e madhe se namazi është të përmendurit e Allahut. Pra namazi nuk ka ardhur për diçka tjetër vetëm që Allahu Azza wa Jall vazhdimisht të kujtohet dhe të përmendet. Nga se Allahu Azza wa Jall është i madhruar, Allahu është i përmendur para se ne ta përmendmi atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith që e transmeton Ebu Huraira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Kelimetani khafifetani ala lisan thaqilatani fil mizan habibetani ila Rahman. Thot di fjalë janë të lehta në gjuhë për ata që Allahu Azza wa Jall ja lehtëson, janë të rënda në kandar, janë të dashura tek Allahu Azza wa Jall, cilët janë këto di fjalë: Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi al-azim. Nuk ka fjalë thuajse që peshon tek Allahu Azza wa Jall dhe më të dashura se këto di fjalë: Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi al-azim. Treguam dhe dersin e kaluar një transmetim që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pejgamberi Allahut thot, ai që e ka vështirë që të ban namaz natë, e ka rand që ta jape lekun për Allah, dhe e ka rand që të lufton për Allah në rrugën e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a që tregoj për diçka që nëse e ban tek Allahu Azza wa Jall vlerësohet sikur një kodër dukat me dhon. Subhanallahi wa bihamdi. Fjala Subhanallahi wa bihamdi, me këtë fjalë si që thot me një transmetim pejgamberi Allahut, janë furnizu të parët tanë, duke përmen Allahun Azza wa Jall. Fjala Subhanallahi wa bihamdi janë të lehta në gjuhë, janë të rënda në peshore, janë të dashura tek Allahu Azza wa Jall. E ai që e ka vështirë dhe se din që të shpreh këtë fjalë, ka fjalë me pesh gjithashtu të lehtë. Si që peshivni se gjithë hadithe të ndryshme të pejgamberit Allahut, vetëm e vetëm që gjuha jonë të jetë e njomë ndaj të përmendurit të Allahut. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-azim. Nëse kushtimisht është e vështirë, ndëgjoj këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pastërtia gjisa e imanit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: walhamdulillahi tamla'ul mizan. Fjala elhamdulillah e përmbush, e mbush për plot
kandarin peshorën e Allahut. Kur dhe thamë se peshori Allahut është më e madhe se toka dhe qiell. Toka dhe qiejt me him kandar të Allahut i zem. Fjala elhamdulillah e përmbush. Fjala elhamdulillah është më e madhe se toka dhe qielli. Për këtë arsye cili ka ne priton që ti thot Allahut azza wa jalla elhamdulillah. Pra elhamdulillah duhet të themi vazhdimisht kur kemi të mira dhe kur goditmi mes prova dhe musibet. Pejgamberi Allahut kur i vinte doni e keq thonte elhamdulillah ala kulli hal. Elhamdulillah në çdo gjendje. Elhamdulillah që sa ka ndodh më e madhe. Para të njëri prej të parëve ton kur i erdhi lajmi se i ka vdek një gjallë. Tha elhamdulillah. E pastaj e preu dhe krau. Tha elhamdulillah. O Zot, më shumë më lave, më pak më more. 4 evlad i pata, njonin më more, mu ishe me mi morë të 4. 4 gjimtira mi dhorove, vetëm njonën më more. Elhamdulillah. Pra në çdo gjendje pejgamberi Allahu thonte elhamdulillah. Ndërsa gjuhët tona kur së mësun me thonë elhamdulillah, e zavencum në vend të gjuhës elhamdulillah s'ka. Kriz, zor. Kur e zavencum këto Allahu na i shtoj zorët, na i shtoj krizat, na i shtoj skamjet. Ndërsa ata që thanë elhamdulillah, nga se vetëm shëndeti është pasuri që nuk e din këtë mirësi vetëm i sëmuri. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thuat se shëndeti është mirësi që nuk e din këtë është kapel e mirësis në kokat e të shëndoqve nuk e din këtë dhe vetëm i sëmuri. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala elhamdulillah e mpësën bush peshorën. Ndërsa nëse thu subhanallah walhamdulillah i stërmbushin dikrat e peshorës edhe stërmbushin mes tokës dhe qiellit. Pra cila është kjo fjalë e letë, alhamdulillah, subhanallah, të cilën e stërmbush sa mes tokës dhe qiellit me sevap. Gjithashtu transmeton Ebu Umam el-Bahiliu i cili thot Ebu Umam el-Bahiliu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili thot mas namazit të sabahut e ban këtë dhikr 100 herë, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot nëse e thot këtë dhikr pa e prish gjendjen e të ulirit ti si që ka qenë namaz, pa e lëviz kamën, pas namazit sabah, se qëndron në atë vend, ka nëjtë që qëndron në atë vend nuk e lëviz, ka shumë misht, njënën mishteve, përgëzimeve ka thonë pejgamberi Allah, kush e thot la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot pa i lëviz këmbët e tij, nuk ka vepruar ditë në sipërfaqen e tokës një njeri ma mirë se ai, përpos ati që thot si ai apo e shton. Kur ka thonë pejgamberi Allahut e shton, do të thot se sa pa tjetër mi mor të spit mi numru 100. Po sa të thësh ma shumë se 100 është dhe ma mirë. Ka thonë pejgamberi Allahut, atë ditë sipërfaqen e tokës nuk ka bon sevape më të mëdhaja se sa ai i cili e ka thonë duke qenë këtë gjendje. E nëse e lëviz, çka të bojmë nëse lëvizmi se? Kena problem me korrizin, kena problem se në rrim, ka dhe për ti. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kush e thot 100 herë, në mëngjes apo mbrëmje, nuk shdojnë më qenë mas namaz, nuk e kushtëzon me qenë qatë gjendje si që ki qenë në namaz,
Kush thot 100 herë, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 herë, thot nuk ja te i kalon ati askush atë ditë dhe nuk e ka mundësi me do një vepër ta zen atë, vetëm aj që thot si aj. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me thonë mëngjes, koha e kësdikrit, a pas namazit të sabahut deri dale dilli, deri të linde dilli, apo në mbrëmje pas namazit të kindis deri të perëndoj dilli. Kush e thot në këtë periudhë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, thot nuk ka mundësi t'ja te i kalon dikush atë ditë të bëjë një sevap sikur ki, apo ta zen me sevap e ketë dhe vetëm ai që i ban sikur ki apo ma shumë se ki. Transmeton Thauban i cili thot, bakhin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, 5 fjalë sa me pesh janë te Allahu azza wa jall. Fjala la ilaha illallah, me pesh të madhe te Allahu. Fjala subhanallah, me pesh të madhe te Allahu. Fjala alhamdulillah, me pesh të madhe te Allahu. Fjala Allahu akbar, me pesh të madhe te Allahu. Dhe thot ati që i ka vdek dënje vlad dhe i ka bo elhamdulillah dhe ka bo sabër. Që të janë 5 vepra që marran peshojnë kandarin Allah. La ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Pra mi thonë edhe në vetë, i që me thonë la ilaha illallah, me përmenë Allahun azza wa jall, fjala me e dashur tek Allahu azza wa jall është fjala la ilaha illallah. Mirë po ti me thonë kete jo qertë me ta thonë për ty. Jo qelime me bon për dekmi. Ban qelime për vetë. Dhe mos e përta këto mos u ban dërvish 72.000 herë. Se ato i kanë 72 shkalla kush më rina gjenë nalt mos boje kur gjonë se kejti ka të faltë. Me vlonët. Kjo është fetfaja me vlonave dërvishave. Nuk ka fetfaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut na ka mësu kush me thonë dhe kur me thonë, dhe si me thonë. Na ka mësu çdo send, na ka mësu për të vdekurit me thonë. E pastaj kanë vazhdu se i ka ardhur mirë xhallarëve shkurt. Për shkak se kanë pas lavërtin ta, tiben nuk kanë asnjë lloj argumenti për forcë një ondër një fëmijë pas ka pa babën e vet, pas ka dek, në xhenem pas ka shkuar, pas ka thonë o birë thuaj 70 herë la ilaha illallah. Pastaj këto par kanë mbledhën pas u bon la ilaha illallah 70 herë, e pastaj nëzër po me pas ka pa këtan lule xhennet. Feja me pralla? Feja madh me pralla? Këtë hadithet e Imam Bukhariu dhe Muslimit i lam manër. Dhe një qonë s'dijet pika ka arë, s'dijet çfarë ondër e ka pa, s'dijet kush e ka pa, s'dijet për kan e ka pa, dhe feja jonë me qenë, më kanë andër me pa dhe një evlija andërën, feja jonë nuk minë mirët argument për andrës. Me vlaonët dërvishet janë ata të cilët mirë me pallavë dhe andrë. Feja jonë mirët me argument. Thotë Allahu azza wa jall, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, me një argumentet. Leni pallavrat. Ka qenë babaxhi, ka shku te Allahu azza wa jall është përblen për atë të cilën ne ka ditë dhe ka pas mundësin ndoshta mos me ditë që shpërblehet, ka mendu se është hak, edhe pa qenë hak ndër është përblehet, ti nuk shpërblehet nga se ti e di. Dhe na pe dim se ju po folni, mos me fol ju në dha se dim. E shkojmë të Allahu ma mirë mos me ditë. Ai që cili bëhet neglizhent ndaj një sendit mos me ditë, bëhet se s'me di, edhe pse ka mundësi me ditë, ai konsiderohen shariat si kur me ditë. A ki pas mundësi me ditë, po, atëre ti konsiderohen shariatin e Allahut si kur me ditë. Gjithashtu, Gjuwairje, bashkort e pejgamberit Allahut e falë sabah, dhe qëndron në vendin e faltorës së saj.
Pejgamberi Allahut del në xhami, e fal sabah, e ban dhikr, pastaj e prit diell, i fal dy rekat, pastaj shkon në punë të vet. Deri para dreke vën pejgamberi Allahut hin te dhoma e Xuvejris. Jep selam dhe shef në qatë gjendje si kur ka qunë mëngjes duke e fal sabahun. Ka thonë prej në mëngjes je tjetë vend? Ka thonë po. Duke bo dhikër? Ka thonë po. Ka thonë dëgjoj i Xuvejri. Ka thonë unë në sabah i kam thonën 4 fjallë 3 herë. Vetëm 4 fjallë. I kam thonë 3 herë. Me motë, atë që e ke bo t'i pin mëngjesit deri në drek. Dhe unë që e kam thonë në mëngjes 4 herë këto 3 fjallë, fjallët e mija përshojnë kandarin e Allahut shumë ma shumë se asaj që ti e ke bo. Për këtë arsye këtë hadith e kanë prunë në kapitullin a janë të barabart ata që din dhe ata që s'din. Ai që s'din me bo dhe tregti. Janis me fitu me dinor, kurse ai biznesmeni janis me shumicë. Për këtë arsye ai diturin sheriatin e Allahut nuk është i barabart. Pse? Për shkak se ai e din se cilët janë masevapet e Allahut i ban ato. Pejgamberi Allahut çka ka thonë? Ka thonë ja Xuvejri, 4 fjalë i kam thonë në mëngjes 3 herë. Me motën këtë dhikrin që e ke bon me orë ti nuk është e barabart me atë që e kam thonë. Çka ka thonë pejgamberi Allahut? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bon këtë dua, ka thonë subhanallahi wa bihamdi. Që këtë fjallë? Subhanallah dhe të thotë pa të metë Allahu është. Wa bihamdi vetëm ati takon falemderim. Di fjallë. Subhanallahi wa bihamdi, ka thonë ja Rab. Po të thamë subhanallahi wa bihamdi adede khalqi. Sa krijes ati ki kriju. Sa herë ka thonë pejgamberi Allah subhanallahi wa bihamdi. Ka thonë njerë. Ka thonë unë e që këtë dhikër po e thamë. Jam gjengje me thonë. Jam i kënaqër që ta përsëriti sa. Sa krijes ati që ke kriju. Sa krijes Allah ka kriju? Biliona. Pra su për dhënë Allah wa bihamdi zikur me thonë me milion herë. Jo i qkacë. Adë dhe khalq. Warida nefsi. Dhe po e thamë këtë fjalë sa është madhësia e kënaqësisë tonë. Rizast Allahu. Sa që madhë? Vetëm Allahu e din. Wazinet e arshi. Ka thënë di koptime. Dhe po e thamë subhanallahi wa bihamdi. Atë sa peshon arshi Allahut. Sa peshon arshi Allahut? Toka dhe qela pan kursit Allahut tanë sikur një unaz shketin. Kursi Allahut pran arshit Allahut anë sikur një unaz me dhedh në shketin. Që thot pejgamberi Allahut, mu ka leju t'jo tregoj për një melaq, madhësin e një melekot që e ban arshin e Allahut. 8 melek e bajnë arshin e Allahut. Po jo tregoj veçëm për njani. Pejgamberi Allahut ka thonë, madhësia e një melekot prej në supet e ati deri të tuli veshit me amrin të aj 70 vet në kam me hec. 70 vet me morë në rrugën, për kur i njës që 70 vet. E thot ti ki hecën prej të supja e melekut deri të veshit. Sa i madh? 8 melek e bajnë arshin e Allahut. Rëndësia e se cilit është ka nevoj me barë 8 melek. E thot subhanallahu wa bihamdi po tham unë katë sa është i ron arshi Allahut. Apo sa është i bukur arshi Allahut. Sa është bukuria ati. Bukuria arshit Allahut nuk e din vetëm Allah. Wazinet e arshi wa midade kelimati. Dhe po e tham subhanallahu wa bihamdi. Sa në gjirë nevojitet me i shkrujt fjallët e Allahut. Sa në gjirë lipë. Këtë oqeanët me shëndru në gjirë, do të shtërshin oqeanët prej në gjire e nuk mbarojnë fjallët Allahut. Pejgamberi Allahut tha që këta në kam thonë 3 herë, sapo. A ka mundësi me peshuën këta? Veçëm peshori Allahut. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson në vepra
të cilat janë me vlerë tek Allahu Azza wa Jall. Hani, vajza e Abu Talibit, plakët kalon pejgamberi Allahut dhe i thot pejgamberit Allahut: ja Rasulullah, më mëso dhe një ibadet, më mëso dhe një lloj ibadeti që është me vlerë tek Allahu, a mo ka mundësi une ullë që këtë vend ku jam me krija të ibadet. Hani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: ja Rasulullah, ma tregon për një lloj të ibadetit i cili ka vlerë tek Allahu, ka se vapet më dhaja, a mos i s'po më shef mungën e plak, moj me bon këtë lloj ibadetit ku jam qetun në dhomën teme, në shtratin tim. Pejgamberi Allahut ja mëson edhe Hani. Ka feja Allahut. Feja Allahut që ka ibadete edhe për pleç, ka ibadete edhe për tri, ka ibadete për gra, ka ibadete për burr. Nuk e ka privu Allahu Azza wa Jall nga llojet e ibadetit as një krijes e Allahut që don Allahun të adhuroj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Hani, thuaj subhanallah 100 herë, e kesh përblimin sa mi liru 100 rob nga fëmijët e Ismailit. Me subhanallah, me fjalën subhanallah, me fjalën subhanallah thuaj 100 herë në ditë. Tha e kesh përblimin ja Hani, sa me i liru 100 rob, 100 qole. Thoj alhamdulillah, nga se për ti ja Hani, me thonë fjallën alhamdulillah është njësoj sikur mi thonë 100 kuaj me shala me armë për Allah. Alhamdulillah. E një fjallë alhamdulillah, ta e kesh përblimin sikur 100 kuaj mi thonë për Allah. Ta me fjallën Allahu Akbar, thuaj 100 herë e kesh përblimin sa mi thonë 100 deve për Allah. Edhe thuaj la ilaha illallah, fjalla la ilaha illallah, tha e përmbush madhësia e sevapit të fjallës la ilaha illallah sa në tokë dhe në qiell, dhe atë ditë nuk është ngrit një vepër më e mirë të Allahu Azza wa Jall se fjalla la ilaha illallah, apo atë që i ke vepru. Ka ibadet për pleq? Për ata mjekët, një grup mjekësh vinë të Sheikh Bin Bazi një ditë për ta vizitu, dhe e pyesin një pyetje e cila na parashtrohet shpesher. Tha kemi rast e vdekje klinike, shajtë. Dhe e pyesin Sheikh Bin Bazin a ban aparatat me ja hek, se kushtojnë. Ati që ka vdekje klinik, ka vdek në kom, a i cili ka vdekje klinik, tha në lejohet aparatët që hekmi që të vdese a i. Sheikh Bin Bazi i pyet dhe thot: a ka dhe një rast që ka pas vdekje klinike dhe asgju ka thonë rall? Ka më rall. Ka thonë Sheikh Bin Bazi nuk lejohet, për shkak se ka mundësi dhe njani prej atinve muzgju dhe me thonë fjallën la ilaha illallah, që ja rëndon peshorën dhe për atë fjallë hinë gjennetin Allah. A mërë të vesh pëse leju? Për një fjallë. Ka mundësi njani t'i mungon e vetëm një fjallë, që të ranoja ana e veprave të mira, maran se ka ndonë ana e veprave të liga. Tha nuk lejohet, për shkak se ka mundësi 100 muqu dhe me thonë fjallën la ilaha illallah, dhe ranon kandarin anën e veprave të mira dhe ajo fjallë bëhet se bepse ishte në gjennet. E pas e ka paratët, ishte në gjennet. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur kaloi pranë një varrit, tha e dini cila ëndra e këtin? Çka dëshirojnë këta të vdekur? Thanë Allahu dhe pejgamberi Allahut e din.
Ka pejgamberit Allahut, sahabët thëshin Allahu dhe pejgamberi Allahut e din, kur ka qenë gjallë. Ndërsa neve nuk na lejohet tash me thonë Allahu dhe pejgamberi Allahut e din. Vetëm çështje nëse ka të bëjë shariatit. Pra nëse çështje nuk e di unë, pejgamberi Allahut e ka ditë. Ndërsa nëse ka të bëjë me gaibin nuk e din vetëm Allah. Thanë Allahu dhe i dërguari Allahut e din, për shkak se Allahu e njofton pejgamberin Allahut. Tha ondra e këtyre të vdekurve është ta bëjnë një sejdë që ju nuk i kushtoni rëndësi. Një sejdë që bëjnë Allahut azza wa jall që të bëhet shkak një sejdë ta shtihen xhennetin Allahut. Ka ondra të vdekur. Nëse ne jemi të gjallë na prejtojmë Allahut azza wa jall me i bën sejdë. Pra përmendja Allahut azza wa jall është një ndër veprat madhështore që e randon peshorën ditën e gjykimit. 2. Kjo ibadeti i trive që peshon e ranë në kandarin e Allahut, a gjihadi në rrugën e Allahut. Gjihad me nefs, gjihad me mal, gjihad me gjuhë. Allahu azza wa jall në shumë ajetet Kurani Kerimit ka përmend gjihadin dhe ka treguar vlerën e madhe që e ka tek Allahu azza wa jall dhe që peshon në ranë në kandarin e Allahut. Thot Allahu azza wa jall në Kurani Kerim: "Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah." Le të luftojnë në rrugën e Allahut ata të cilët e shitën jetën e dunjas për të fitu ahiret. "Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa yuti ajran adhima." Ai cili lufton rrugën e Allahut vritet apo kor fitore, do të ketë shpërblim të madh tek Allahu. Sa është shpërblim? Transmeton Ebu Hurajra, er njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, më trego për një vepër që është e barabartë me gjihadin në rrugën e Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se nxej. Na trego për një ibadet që është madhështor, që ka sevapet mëdhaja te Allahu. Tha pejgamberi Allahut se nxej. Pasaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A ke mundësi ti që mujahidi kur dale prej shtëpis, sa është në gjihad deri të kthehet, a ke mundësi që të ngritesh të bëjsh namaz pa u ndal, pa pushu?" Tha smuj. "A ke mundësi të agjerosh pa ndërpre?" Tha smuj. Një transmetim, al një gru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ja Rasulullah, tha jam fal me murrin tem natë. Çdo vepër të mirë që e ka bën e kam pas ata shembulltir. Tha tash ka dal në xhihad në rrugën e Allahut. Ta më trego për një vepër që ta bëj unë gjithashtu, që t'i bëni se vapët si i kam rri burjem." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A ke mundësi të agjerosh dhe të bësh namaz pa qelë dhe pa pushu?" Pa qelë hiç? Pa bëj iftar? Tha smuj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Edhe me pas mujtën me agjeru pa qelë dhe me pas mujt me bon namaz pa pushuan deri të kthehet ai në shtëpi, se kisha arrit as një të dhetën e sevapit të tij. As një të dhetën e sevapit të tij." Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ribatu yawmin wa lejletin khairun min siyami shahrin wa qiyamih." Një ditë me rujt, një ditë dhe një natë me rujt për Allah, thash e barabart, apo është më e mirë se sa me agjeru në file një muaj dhe me bon namaz natë një muaj. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse vdes duke qenë në këtë gjendje, tha i vdes trupi ti shkon tek Allahu, vepra vazhdon si me qenë gjallë."
A kuptu tash pse ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mos mendoni ata që i kanë vdek në luftë në rrugën e Allahut, kanë vdek në xhihad, kanë shku që të jetë fjala e Allahut më e lartë. Mos mendoni se ata janë të vdekur, ata janë të gjallë. Si janë të gjallë? Veprat sevapi xhihadit të tyre vazhdon deri në ditën e gjykimit, si me qenë gjallë. Ka të një vepër më madhore se sa ata të cilët e flijuan vetën e tyre për të mbrojt dinin e Allahut, për t'i dhonë stop zullëmqarit, për të frenu dhe për të ndalën zullëmqarin. A ka vepër më madhështore se sa ata të cilët e flijuan vetën e tyre për të jetu të qertë të lirë? Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall tha: tropat e jua janë të vdekur, veprat vazhdojnë të i vinë në varë, të zmadhohet veprat deri në ditën e gjykimit. Cili ka mundësi të qëndron namaz deri në ditën e gjykimit? Vdes, ndërprehen veprat edhe namazit, ndërsa xhihadit në rrugën e Allahut nuk ndërprehen deri në ditën e gjykimit. Zmadhohen sikur me qenë gjallë. Për atë Allahu ka thonë Kur'ani i Kerim: mos mendoni ata të cilët janë nda me trupa dhe kanë vdek në rrugën e Allahut, mos mendoni se janë të vdekur, ata janë të gjallë. Inda rabbihim yurzaqun, tek Allahu furnizohen, janë të gjallë për nga shpërblimi, janë të gjallë për nga ibadeti. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai cili vdes në rrugën e Allahut, ta pejgamberi Allahut, vepra e tij është e vazhdueshme, i vjen në rrezik mbrëmje dhe mëngjes, dhe sigurohet nga tmerri, nga trishtimi, nga azabi i vorrit. Allahu Azza wa Jall na shpëtov prej dënimit të varrit. Pejgamberi Allahut e bante dua në çdo namaz, derisa Tawus ibn Kaysan gjalin e vet e pyet dhe thonë: "A falë namaz?" "Po." "A e bën këtë dua?" Tha: "Jo, përsëritë namaz." Të dua, që thotë duan pas Allahumma salli, Allahumma barik, Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr. O Zot, na mbroj nga dënimi i varrit, na ruaj nga sprovat e dëxhallit, na mbroj nga dënimi i zjarrit, na mbroj nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Disa dietare kanë pa këtë dua me thonë namaz është vajib. Disa nga dietarët kanë konsideruar këtë dua është me thonë namaz vajib. Ndërsa Tawus ibn Kaysani e porosit të atë që se ka bon këtë dua përsërit e namazin thuj. Ndërsa ai që ka vdek shahid tek Allahu Azza wa Jall ka shpërblime të shumë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pika e gjakit që ti bjen në tokë, i falen të gjithë mëkatet përpos borxhit. Nuk do thot borxhi që i ka dikujt dinar dhe dirhem, do thot haki njerëzve nuk i falet. Haki Allahut falet. Pika e parë e gjakit që të preken në tokë, i falen të gjithë mëkatet përpos haket e njerëzve, haket e qerve. Nuk i falet as shahidit. Deri të more halallëk, deri të laje, ti qeroje sapët me ati që i ka bon zullum. Allahu në rujt për i zullumi. Zullumi atër Allah që thot pejgamberi Allahut: njani prej atinve Allahu e fal, qetrin Allahu kur s'ta fal, e tretin se le pa tu hakmar. Atë që e fal Allahu, a zullumi që i bëhet me steje dhe Allahu, gjënoj me steje dhe Allahu, Allahu Azza wa Jall ka mundësi me fal. Zullumin që Allahu nuk e fal është shirku. Inna shirke le dhulmun adhim. Shirku Allahut, runa Zot me vdek në gjendje, Allahu kur se fal. Tratin zullum që Allahu se lën pa akmar është zullumi që i bëhet njani qetrit.
Allahu është i drejtë se lën pa ta morë hakun që ta kanë bën të tjerë pa drejtësi. Ruajo prej pa drejtësisë. Mos bën zullum. Ka mundësi që ai shkon te Allahu. Mirë po ti ende i do të zvaritesh me anë të zorëve tonë që e nëm për shkak zullumit pa drejtësisë. Pa shahidit i falet çdo sen, çdo gjuna për pos borxhit. Dhe ka përmen borxhin për çka se si zakonisht nuk i kushtohet rëndësi. Amo borxhi njëri tjetrit nuk do të thotë që është vetëm me lek. Borxhi gjithashtu ja ke vllavit tan hakët të cilët janë të vllavit tan. Hakët e vllavit tan. Gjaku dhe nderi vllavit tan është i shenjtë. Ja der gjakun vllavit tan e pastaj don xhennet. Pejgamberi Allah për ata tha, nëse i shiqon namaz janë të përkryer namaz. Nëse i shërçon nga leximi i Kur'anit Kerimit, janë të përkryer në leximin e Kur'anit Kerimit. Nëse i shiqon xhihad në flijim të vetvetes, janë shembulltir, thot përfundimin e kanë në zjarr, jo vetëm zjarr, ka thënë pejgamberi Allahut janë çën të zjarrit. Pse? Për shkak hakin në njëri tjetër. Hakin e vllavit të vllavit, nxjerrja e fesë, grabitja e dinit të Allahut nga vllavi jot është krim. A krimi madh. Pe gjunave të mëdhaja dhe gjunat e mëdhaja një pas një mbledhen, derisa thot Ibn Hajar Asqalani, Allahu ja përmbis zemrën para vdekjes, runa Zot ja merr dhe imanin gjon te Allahu pa besim. Sprov. Për këtë arsye ruaju zullumin. Shahidit i falen çdo sen përvos borxhit, përvos hakët e qerrë. Dhe nuk e nin dhimbjen e vdekjes vetëm njoni se e nin dhimbjen e muskojes kur ta kafshon. Ju ka thënë pejgamberi Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për çka se dhe thot pejgamberi Allahut se shpirtat e shahidëve do të jenë në mbrëmsinë e zogjve të gjelbërt, të cilët fluturojnë në xhennetin e Allahut. Ka thot dietar, pse shpirti muslimoni që hin xhennet i varur në pemë të xhennetit, në kandilat e xhennetit, kurse shpirti i shahidit është brendësinë e zogjve të xhennetit që hec, fluturon, shijon mirësitë e Allahut. Thot për shkak se ki që e flijoj trupin e vet për Allah, Allahu ja kompenzon me një trup më të ndershëm, më të mirë, e ata trupi i zogjve të xhennetit. Ndërsa ki që e ka fitu xhennetin, e ka fitu me shpirt, Allahu e varr atit. Se ka fliju trupin e tij për Allah. Shpërblimet e shahidit janë të shumt, do të vijmë ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeriu i përmbyllen veprat e tij përpos shahidit. Ati që ka vdekan e ka dhënë shpirt ke trupin e vet për Allah. Ka një lloj xhihadit. Me dhënë shpirtin, jesë ja mërzit. Dhe kur ta dojsh më shumë mirë po, the Allahu është më e dashur tek ti se shpirti jot. Në normal që xhihadi ka rregull. Jo çdo lloj xhihadit është xhihad. Pejgamberin Allahut e kanë pyet dhe i ka thonë njëri lufton që të përmenë. Qefti lufton për shkak i dhënimit. Qetri lufton për shkak nacionalitetit. Qetri lufton që marruat një përmendore të një histori, cili është për Allah, ja Rasul Allah. Pejgamberi Allahut nuk ja kanë nënvlerësuar këtinve krejtëve. Nuk ja kanë nënvlerësuar sakrificën e tyre. Ka thonë pejgamberi Allahut, men qatala li takuna kalimetullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ai që lufton që të jetë fjala e Allahut më e lartë. Fjala e Allahut më e lartë. Çaja për Allah. Për ata dietar kanë folë se njoni që e ka sinim dinin e Allahut për Allah mirë po, dhe njerë ven, gjithashtu e ka për qëllim për inati, e ka për qëllim se nuk i don armiku, e ka për qëllim këtë dhe këtë. Ka thonë ja dëmton imanin, ja dëmton jetin, ja pakson shpërblimin. Ja pakson shpërblimin e pastaj shiqohet solla e mund qetër. Dhe kjo është rahmeti i Allahut. S'ka thonë pejgamberi Allahut ai i cili lufton për vatanin e vet, tokën e vet, dhevin e vet,
Ka thonë nuk kanë shki për Allah. S'ka thonë pejgamberi Allahut ai i cili lufton për kombin e vet nuk kanë shki për Allah. Ka thonë ju përmisoni të parën ato tjerë të rregullohen. Përmisoni në jetën që të jetë fjala Allahut më e ngritur. E pastaj nëse e shoqëron doni tjetër në jetë që është më i vogël se i pari, ka thonë të dëmton shpërblimin mirë, po nuk ta zhduk, nuk ta rënon. E lusim Allahun azza wa jall që këtë në jetët tona qenë për Allah. Kja gjihadi parë me nefs. Gjihadi lloji të dytë është me mall. Ka thonën Allahun Kur'an i Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ajo që keni besu, ajo tregoj për një lloj gjihadi, për një lloj tregtie që ju shpëton nga dënimi i dhëmshëm. Sigur musliman ka thonë na tregoj arab. Tu'minuna billahi wa rasuli. Të besonin Allahun dhe pejgamberin Allahut. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhe të luftoni rrugën e Allahut. Këtu e ka përmend mallin, pastaj nefs. Të luftoni rrugën e Allahut me mall, me pasuri dhe me nefs. Ka thonë pse ka përmend mallin? Për çka se molli është kryesoria që e lunë rolin e gjihadit. Pa mall çka bon? Me çka luftohet? Pa mall si mujnë të ekzistojnë, çka të hajnë ata? Para atë pejgamberi Allahu në Kur'an i Kerim thot: Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve nëse e dini. Çka ja rab nëse e bojmë këtë? Thot yaghfir lakum dhunubakum. Ja fal Allahu kërej gjunot. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ju shtin xhennetet e Allahut ku nëntar rjedhin lumej të xhennetit. Wa masakin tayyibah fi jannati adn. Villa të veçanta në xhenneti Adn. A din çfarë xhenneti Adn? Xhenneti Adn është vend banimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa masakin tayyiba villa kanin jannatu Adn. Dhalika al-fawzu al-azim. Allahu thot kja është shpëtimi, fitimi madhështor i madh. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin. Dhe qetrën. Se keni luftu ju? Keni vdek? Keni shku? Qa keni pas qef këtë dunja Allahu ju jep? Qila ka qenë dëshira juaj? Që e keni fleju vetën tuaj për ta? Allahu ju premton se Allahu ka marrë përsi për ta realizon. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah. Qetrën të cilën ju e doni, ndihmën e Allahut, fitimin. A keni pas për qëllim të fitoni? Allahu ka marrë përsi për ka thonë unë do t'ja marrë përsi për ju që keni vdek. Mos u pregosni, mos u dertoni, pa që e keni lonë pas shpine. Wa ukhra tuhibbunaha. Atë që e doni do t'ja realizoj. Nasrun min Allahi wa fathun qarib. Ndim për Allah dhe çlirimi shpejt. Allahu i furnizot muslimanët me fitim dhe ndim të tij sa më shpejt. Allahu ka marrë përsip. Allahu la yukhliful mi'at. Allahu nuk e ndryshon premtimin e tij. Mos u dërtoni. Çka pas? Premtim për jaonës Allahut. Atë që e ke në zemër, Allahu azza wa jall ka me realizu në dunja. Dhe në gjennetin e Allahu, në gjennetu Adn tije ka me të qua gje insha Allah. Qa po do ma shumë? Nësë dërto politika të ndrysh, qëfar do politike në të kalon? Allahu ka premtu dhe nuk e thënë premtimin e ti. Se Allahu do të realizon atë për të cilën ti ke vdek. Ke dhon jetën, për t'i mbrëmojt të pafajshmit. Allahu do të realizon për atë të cilën ti ke vdek për ta.
Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e jep një dinar për Allah, Allahu azza wa jall ja shumë fishon deri në 700. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që përgatit një ushtar për Allah, tek Allahu shpërblehet sikur me pas luftu. Dhe ai që kujdeset për familjarët e atinve që janë në gjihad, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sikur me pas qenë me to. Kja Allah i gjihadit të dit. Gjihadit tret, gjihadi me gjumë. Ka'b ibn Malik i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, siç pe din Allahu azza wa jall ka fol për poetët në Kur'anin e Kerim dhe s'ka thon Allahu mirë për poetët. S'ka fol mirë për poetët. Çka është puna me atinve që i thojnë me gjumë, i luftojnë armiqtë e Allahut me poezi? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari lufton me shpatën e tij dhe me lufton me gjuhën e tij. Tha pasha atë që shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij. Tha ju kur thoni poezi kundra armikë, është sikur me snajper mi gjujt. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, luftoni mushrikat me pasurinë tuaj, me nefsin tuaj dhe me gjuhat tuaj. Ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili është gjihadi më i preferuar, më i mirë tek Allahu? Në një, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shahidat më të mirë tek Allahu janë ata që luftojnë në vijën e parë dhe nuk i kthejnë fitirat mbrapa fare. Thot ato do të jem në dhomat speciale të xhennetit dhe Allahu qeshet me to. Thot pejgamberi Allahut, me ato që qeshet Allahu s'ka llogari për to. Këto janë shahidat më të mirë. Ato të cilët si tremën armikut farë, që ndrojnë me gjoksa para armikut, luftojnë safin e parë, si kthejnë fitirat mbrapa fare, derisa të vdesin. Ta shkojnë xhennetet e Allahut në dhomat speciale të xhennetit, dhe Allahu qeshet me to. Thot me ata që qeshet Allahu, s'ka llogari për to. Allahu na boft prej atinve që qeshet Allahu me neve. 2. Shahidat më të mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili del me mall, del me kali dhe me shpirt me trup, dhe nuk kthehet në shtëpi me asnjërin prej atin. Ka thonë luftëtari më i mirë është ai i cili që i therrët kali dhe mbytët. Dhe pasurinë dhe jap shpirtin e tij. 3. Shahidi më i mirë është ai i cili e thot të vërtetën pranë prisit zullumqar. Janë zullumqar kriminal. Dhe grit. Dhe ja thot të vërtetën haku. Për shkak hakit e tij ndëshkohet, dënohet, mbytet. Kja mujahidi më i mirë tek Allahu. Kja shahidi më i mirë në gradën e Hamza ibn Abdul Muttalib. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shahidat më të mirë janë Hamza dhe ai i cili e thot të vërtetën pranë prisit zullumqar dhe mbyt për shkak të vërtetës tek Allahu azza wa jalla, është në gradën e Hamzës shahid që ka rap për Allahun azza wa jalla. Dhe 4, ai i cili lufton me vetveten. Ka thonë ja Rasulullah, çka do me thonë hijret? Ka thonë hijret do me thonë me braktis gjënoj, një ndër format e hijretit. Gjihad, një ndër llojet e gjihadit, da me gjmo gjihad me nefsin tën, me luftu dëshirën dhe epshin tën, kjo gjihad. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minina islamen, islamin më të mirë janë ata që e kanë
kanë shpëtu nga dora dhe gjuha e tij muslimanët. Cili e ka islamin më të mirë? Cili e ka fen më mirë? Thot pejgamberi Allahut, ai që nga dora jote dhe nga gjuha jote muslimanët janë rahat. Kë e ka islamin më të mirë. Afdalul mu'minina imanan. Më të mirë imanin e kanë ata që e kanë moralin më të mirë. Hijret më të mirë kanë bo ato që i kanë braktis dhe i kanë bo hijret se endëve që i kanë dalu Allah. Dhe thot afdalul jihad men jahada nafsahu fi dhatillah. Gjihadi më i mirë ai i cili e bën përpjekje me veten e vet drejt Allah. Ban gjihad. Nefsi thot leke taravi. Se son të futbol. Pelon. Futbolin spelon taravin. Ban gjihad me nefs. Nefsi thot ti punëtori. Këna njëri hoq ban. Mos me agjeru. Dhe nefsi jo. Zban mos me agjeru. Nga sahabët kur ka qenë udhtim gjafile nuk e kanë prishën. Kur ka qenë gjihad nuk e kanë prishën na file agjerimin. Ti e prish të Ramazanin dhe thot inshallah me Ebu Bekr. Edhe sabale me Ebu Bekr. Ebu Bekr nërse s'ja ki njës farë. Ka ratë fik për agjerimin dë njerë. Ku të bere të fik e pini gotuje dhe vazhdo në agjerimin. Kështu i thash një forragjista une si ta vazhdoj atër e i s'pe prish. Po kushta më prish? A ban neve se nëzet gjek temperatura. Po bash ju duhet me agjeru. Për shkak se ju e keni gjehenemin për para. Ja kujton gjehenemin. Edhe ju mësë me agjeru. Gjek, hizmet, atinve të cilët nuk e shmojnë në Ramazanin, Allah në rujt. Jesh aqëruas pjesë mars në gjuna, qoft edhe ai që han ash jo musliman. I ban hizmet ati, ti njajt i ki gjëroj. Haram dhe ati. Ndaluar. Dhe atinve Allahu ja ka li për Ramazanin, mos i ban hizmet atyre. Pra leo të ndërsh, një ndërveprat madhore të cilët bojnë, kanë pesh, në kandarin e Allahut të gjihadin rrugën Allahut. Mirë po nëse jena dopë si kur na halijon që jena veç me muhabet e kena. A ka për neve diqka? Ndëgjon e ketë Margarit të Ibn Hajar Asqalanit. Ibn Hajar Asqalani thot, në ka tregu Allahu dhe pejgamberi Allahu se Gjennetul Firdaus ja shkriju vetëm për mujahidet. A përdo Firdaus? Allahu ka thonë fe Firdausin e kam të veçantë për kanë? Allahu e ka kriju Gjennetul Firdaus. Të mirat e së cilit janë bjell me duart e Allahu. Të mirat të cilat janë bjell Gjennetul Firdaus janë mjellën me duart e Allahu. Thot Ibn Hajar Asqalani. Mirë pa Allahu nuk na ka privu dhe neve me i me to. A ke dëshirë më konë me to pa u konë a gjë? Kur s'ka dëshirë? A dhe cilët janë veprat të cilët e zavendësojnë apo e arrinë sevapin e gjihadit. Ta ti në të regove. A tha beja meri Allahu s'kam. A erdhë, aja gruja e tha, mu am gjejma një vepër që ta bajnë si burri jem, ti kem sevapët njajt ta s'ka. Ibn Rajab al-Hanbeliu na komenton që i s'ka. Kurse hadith e kena që i ka. Qish kuptohet ke hadithi pejgamberit Allah? Allahu mos na lont pa dietar. Se na kishmi met këtu të tum. Ibn Rajab al-Hanbeliu thot, kjo grut që ka ardhur te pejgamberi Allah e ka vetë për një lloj të ibadetit që ta ban atë ko sa burri vet është në gjihad deri të kthehet. Jo gjithnjë. E nuk ka. Ndërsa ka vepra qera, që nëse i vepron ti, mund me jarrit shpërblimin e mujahidit. Ajo po vetë ka bënë i punë barabart, njoni në gjihad, njoni jo në gjihad, njoni 10 dit në gjihad, qetri 10 dit këtë ibadet barabart shpërblimin, ta s'ka. E kini qarë. Ibn Rajab al-Hanbeliu thot, pejgamberi Allahut kur ka thonë s'ka, nuk do me thonë që s'ka kur, asnjëherë, në asnjë formë. Për shkak se pejgamberi Allahut ka thonë lut njëni Allahut, lip një Allahut xhennet, o Zot më ban nësib xhennet. Se nuk i thot një rob,
Allahu o Zot më bën nasib xhenetin 3 herë, vetëm se xheneti i thot Allahut, o Zot, filoni po lutet që të hijet e na, mundsoja me arte na. Dhe nuk i lutet Allahut 3 herë, o Zot, mbroj ka zjarri, vetëm se zjarri thot, o Zot, po tutet për neve, mos ja mundso me arte na. Lutje Allahut 3 herë. Ka thënë me ameri Allahut, lipni të Allahut xhennet. E nëse lipni xhennet, lipni të dhën Firdausin. Sa ja është më i larti, i mesmi xhennet, lumejt burojnë pe xhennetul Firdaus. Ka thënë Ibn Hajar el Asqalani, komentatori i Sahih Buhariut. Ka thënë mu konë që veç mujahidët hinë Firdaus në pse me li pa shkua gjë. Ama Allahu Azza wa Jall është bujar. Si me thonë marë ti donë me shku në xhennet ke qilu tuc. Qish me thonë që mos hajde mosin në Firdaus. Ha? Kurse Allahu donë. Allahu donë. Ke dëshirë me ato që janë gjihad më konë bashka gje. Qish me thonë ti e mos me shku me shato. Për këtë asi Allahu bujar. Allahu Azza wa Jall është bujar. Për ata Ibn Hajar al Asqalani thot, Firdausi arrijet në dy forma. I është gjihadit. Në qëfar forma mujmë në me inë Firdaus? Që në ka tregu Ibn Hajar al Asqalani, inshallah, me emrin Allahut neze të tregoj. Qëfar forma kena mundësi me hinë xhennetul Firdaus, që vepra të cilat janë të barabarta me gjihad në rrugën e Allahut. Allahu Azza wa Jall na mundsov me vepru vepra të mira. Allahu na furnizov me taube para vdekjes, me i shehid dëllak në vdekje dhe xhennetul Firdaus pas vdekjes. Allahu na i pranoft agjërimin dhe adhurimet. Allahu na i ndëgjoft luftjet. Allahu mos na privoft nga mirësitë dhe rahmeti i tij të këtij në këtë Ramazan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu 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 Allah Allahu